Një tjetër kategori e grave që e kanë këtë rregullimin cikël pas ose gjakderdhje pas ciklit, janë gratë që janë duke hyrë në menopauzë. Mundën e datë që mos t'i friksojmë krejt. Po, e thamë edhe më herë. Jo çdo gjakderdhje, domethënë është e barabartë me kancerin e qafës e milës. Po, çka po du, unë me thonë eliminu si rrezik. Jo vetëm si rrezik, po çdo gjakderdhje që është jashtë ciklit ka nevojë për vizitë mjekësore. Që kjo është, domethënë, diçka çka organizmin, kur na e njohim organizmin tonë dhe dim që gjithmonë ka funksionu që shto, domethënë, megjithëse tash edhe këto mos e dramatizojnë, domethënë jo çdo herë na jemi gra gjalla edhe kuptohet që ka ndonjëherë me tra gripi mund të normal që edhe përdorimi medikamenteve me ndikut e ciklit për shembull. Ose nëse ti ki para provimit ose diçka ki stres, domethënë s'po dish më thonë nuk e ki domethënë jetën jemi ngarkesa tjera domethënë. Normal që edhe kjo mundet me ndikut e ciklit domethënë. Ose me ta pak cikli pak më herët ose me ta më të vonuar cikli për shembull, sepse organizmi jonë është i gjallë dhe në kuptohet që çdo gjë mundet me ndikuar çdo. Apet po them domethënë nuk është patjetër çdo çrrekullim domethënë që është i barabartë. Po nëse kjo përsëritet domethënë se bëhet edhe çet muaj dhe muajin tjetër, atë me vërtetë domethënë është diçka çka duhet me sqaruar se prej kohët po vjen. Po.